Banorët e fshatrave që priken nga ndërtimi heceve në njësitë administrative kaqinare Selit në Mirdit kanë protestuar në qendër të qytetit të Rëshenit duke kundërshtuar zbatimin e këtyre projekteve në zonën e tyre. Sipas banorëve, ndërtimi heceve dëmton në rënd natyrën dhe ekosistemin, ndërsa paralajmërojnë për shkallëzim të protestave, nëse nuk do të anulojnë këto koncesione të cilët i konsiderojnë abuzive. Mirdita s'ka nevojë për hidrocentrale, as Selita, as Shqipëria. Ata kanë nevojë një grup oligarkës të lidhur me pushtetin që duhet të shfrytëzojnë, duhet i marrin dhe ujërat Mirditës, pasi i morën asaj mineralet, i morën pyjet, i morën shumë shka, për do kohë dhe lirin dhe kishat jashemën, tash i duhet i marrë dhe ujërat. Ne do t'i vazhdojmë protestat tona të vazhdueshme në rrugë demokratike me të gjitha mjetet që kanë. Ne do të protestojmë me forcë, qoftë një përshkallëzim më të gjerë, nuk do të lëmë të ndërtojnë, vetëm nëse kalojnë mbi trupat tonë. Nuk është marrë mendimi asnjë ndër banorët, qoftë në Kaqinor apo në Selit, për të ndërtuar këto hidrocentrale. Banorët thonë se ende nuk është marrë ndonjë vendim për anullimin e ndërtimit të dy heceve mbi lumin e Urakës, siç deklaroi pak javë më parë në dëgjesën publike ministrja Belinda Balluku. Na kanë dhënë një premtim që do t'i anullojmë 2 hidrocentrale që janë mbi lumin Urak. Por ne do të protestojmë deri në momentin kur të jepet një vendim të Këshillit Ministrave për anullimin e hidrocentraleve në Urak dhe jo vetëm, në gjithë Mirditën. Mirditën po provokojnë shumë rënd, po provokojnë aq rënd saqë po i ulin themelin e qenies mirditore. Për arsye se po i marrin pasuritë e fundit që i kanë ngel Mirditës. Kjo është protesta e tretë brenda një muaji, ndërsa rezistenca e banorëve të mbështetur edhe nga përfaqësuesit e shoqërisë civile do të vijojë për të penguar zbatimin e këtyre projekteve.